Atmosfera e Bajramit ka filluar tashmë të ndjehet në Gostivar. Tregu i kafshëve në lagjen Faznëria, që mëngjesin kësaj të martë u mbush me kafshë të ndryshme për kurban, ku blegtorët aty do të qëndrojnë deri të premten, gjithsesi deri në ditën e festës së Kurban Bajramit. Festë kjo e cila karakterizohet me therrjen e kurbanëve. Therrja e tyre bëhet fill pas faljes së namazit të Bajramit. Kështu, shumë qytetarë të besimit islam blejnë kurban dhe mishin e tyre u shpërndajnë të varfërve. Çmimi i një kurbani sillej nga 200 deri në 400 euro. Shitësit thonë se që në ditën e parë ka interesim nga në qytetarëve për blerje. Bujko Alajdin Rizvan që nga Gostivari ishte njëri nga shitësit me fat, i cili menjëherë pas i vendosi në vathën e tij delet, shiti tre prej tyre. Ai thotë se çmimin e përcakton cilësia dhe madhësia e kafshës. Dita parë, pa nesër, pas nesër presim ditat mera, inshallah kush ka mbo njetë halis kurbanat me kvalitete kimi që kamermani e ka sysh njerës kod nuk ka ardhë mështeri, kime në si ka nisen qish ka jonë, e në qish da hane, e në qish da dane mishin, me të vërte da bane ment. Kupton? Jo qish përdorin njerës popli, mishin e fugim, nuk fuget kjo se që kamera ku është, kise kjo është 8 muj, a dele qish përdorin 5-6 vjetë mohi brenda, që këta jonë kvalitet, do me thonë kvaliteti e shetë, koment s'du ma shumë. Shmimet si kundër gjepi njeriut. Shitësit e kafshëve dedikuar për kurban, shumica vidin nga fshatrat malore të rrethinës së Gostivarit. Mesin e tyre ishte edhe Bujku Gjemail Osmani nga fshati Duf. Si për ditë e parë, mishteri që e kom pas për hershëm, erthe mur një kurban. Nuk bom ashtu shumë pazardhoke, si që ja thash çmimin e morja. Megjitha, si dita parë, popull nuk ka momentalisht, po mati që sigurisht dhe të kjetë, nesër mbas nesër. Po çmimi është për 1.300 euro deri 1.700-800 euro. Kemi ala dhe qerë dhe bimi, po kësmet për ndryshën si dhe jetë. Besir Fazliu nga fshati Dornov shpreson që të gjithë deshtë të nxjerrë në treg do t'i shes. Çmimi një dashi të kultivuar bio ishte 400 euro. Për momentin çmimet nuk ka popull, vetëm shohin, a për bjes nuk ka nëjës në lahiq. Çmimet, për mas si kanë shka ma herët, si mjetë ma dobet janë çmimet. Malli janë ma herë, ma të ma herë ma s'ka si të veja, që e punë. Një ditë në Bajramit, ta imi kësmet ma dhajnë para, që se nuk shejten kurbana, nuk ta imi, a si të shejten dhe e kim ma herët. 28 copa, e në një 20 copa i kumë shetë në fshatë, që e punë. U thona ka 400 njëre shmimin e djeshe, ta sa dhe jetë rejtë kësmeti nuk e dimi. Qytetarët që kishin dalë për blerë kurbani thanë televizioni Globi, se çmimi është i pranueshëm dhe se zgjidhja ka plot dhe kafshët janë të mira. Një pjesë e tyre në vend të një deleje apo dashi, kishin vendosur të blejnë kafshë të mëdha. Mesin e blerësve kishte edhe mërgjimtar, që kishin ardhur për blerë kurban dhe për të qenë për Bajram në vendlindje. Çmimet une, sot erdha, e në mëre nuk e di i pare ke ki, se me kitë kom pas po unë, edhe pia që erdha unë ke ki, ka çmimet se di unë, i ka atë mera ki, edhe i ka bia unë e di ku i banki. Prandaj unë erdha ke ki, se ne dhe dalim që dhe gërkojmë. Kemi ardhë se kemi ardhë për një javë, ta mbitisim këtë obligime kemi. Që aja është? Po e bjejtim, zotni. Dhe bjejtim, zotni. Piti zotnis. Si ishin çmimet? Çmimet shumë, po në kanë edhe naltën e të poshtën, që më kupton, mirë po marrëveshjen e gjetëm me 2 fjalë. 2 fjalë? Marrët vesh? 2 fjalë, me 2 fjalë. Sa kurban morën? Morën ja 3. 3 zotni, 3. Roshi të rinderim, gjepshin e ju gjaljarës. Ndryshe, mbetjen nga therrja e kurbanëve duhet të dërgohen në deponinë rajonale Rusino, aty ku është hapur një grope posaçme për hedhjen e mbetjeve nga kurbani.